Të nderuar shikues, përshëndetje. Zhvillimet në lindjen e mesme dominojnë titujt e mediave botërore si rajoni më i trazuar për më shumë se një shekull. Përpjekjet për lirim nga ndikimi i fuqive kolonialiste, regjimet e instaluara, përplasjet për pushtet dhe luftat për energji e kanë bërë rajonin shumë tërheqës dhe sfidues. Me mbylljen e ngushticës së Hormuzit, ekonomia botërore përjetoi shok. Kjo është edhe një dëshmi se jo vetëm në aspektin energjetik, por edhe në atë strategjik, ky rajon sa shumë është i rëndësishëm dhe jo më kot është kaq i trazuar dhe i paqëndrueshëm. Qëllimi nuk është sot të flasim për zhvillimet aktuale në lindjen e mesme, por për faktet historike të vetë emërtimit lindje e mesme. Gjeografikisht, ky rajon është në Azinë Perëndimore dhe nga këndvështrimi jo perëndimor ashtu njihet dhe dihet. Termi lindja e mesme nuk lindi si një përkufizim i natyrshëm gjeografik, por si një reflektim i një bote të parë nga një qendër tjetër. Në fillim të shekullit 20, ndërsa fuqitë e mëdha rishkruanin harta dhe ndikimi i tyre shtrihej përtej kontinenteve, u krijua një mënyrë e re për të emërtuar hapësirat, jo sipas vetes së tyre, por sipas distancës nga një pikë reference. E keni menduar ndonjëherë pse këto terme lindje e afërt, lindje e mesme dhe lindje e largët kryesisht për vendet e Azisë? Në fillim të shekullit 20, bota ndahej sipas një logjike eurocentrike. Rajonet klasifikoheshin në raport me Europën si qendër. Kështu krijuan termet, pra siç e përmendëm më lart, lindje e afërt, lindje e mesme dhe lindje e largët, ku mes nënkuptonte thjesht një pozicion ndërmjet dy hapësirave tjera, gjithmonë në raport me Londrën dhe interesat e saj globale. Ky klasifikim u forcua dhe mëtej gjatë dhe pas luftës së parë botërore, kur fuqitë koloniale riorganizuan territorin e ish-perandorisë osmane pas rënies së kësaj të fundit, duke vendosur kufi dhe struktura politike që pasqyronin interesat e tyre strategjike. E afërt përfshinte Ballkanin dhe territoret osmane, e largët përfshinte Kinën dhe Japoninë, gjithçka matej nga Londra. Pra, qendra është Europa dhe gjithçka përreth saj është periferi. Fjalët dalin aq lehtë nga goja. Lindja e mesme. I dëgjojmë në lajme, në libra shkollor, në njoftime aeroportesh, por ndalemi një moment. Mes i çfarë dhe lindje e kujt? Përgjigjja na çon pas në kohë, në një periudhë kur harta e botës nuk vizatoi vetëm me bojë, por edhe me pushtet. Shpreha besohet gjithsesi se është përdorur për herë të parë në vitin 1902 nga strategu detar amerikan Alfred Thayer Mahan, duke shkruar për interesat perandorake britanike. Ai përshkroi tokat mes Indisë dhe Gjirit Persik si lindja e mesme. Busulla e tij mendore ishte orientuar fort nga Europa. Mesi ndodhej midis të ashtu quajturës lindje e afërt dhe lindje e largët. E afërta përfshinte Ballkanin dhe territoret osmane. E largëta përfshinte Kinën dhe Japoninë. Gjithçka matej nga Londra. Në këtë këndvështrim, Europa ishte qendra. Distanca nga Europa përcaktonte identitetin. Me zgjerimin e perandorisë britanike, u bë e nevojshme një gjuhë për të organizuar territoret e saj të gjëra. Vende si Egjipti u përfshin në lindjen e mesme, sepse ndodheshin në lindjet e Londrës, por jo aq larg sa skaj lindori i Azisë. Ndërkohë, India britanike, shumë më larg nga Londra, shpesh përshkruhej si pjesë e lindjes së largët, një etiketë që thjesht nënkuptonte më larg në lindje nga qendra perandorake europiane. Këto nuk ishin terma neutral, ishin etiketa drejtimi të bazuara në rrugët perandorake dhe strategjinë detare. Më vonë, zyrtarë britanik dhe amerikan e përdorën termin më gjërësisht. Ai doli i dobishëm, sidomos në diplomaci dhe planifikim ushtarak. Pas luftës së parë botërore dhe shpërbërjes së perandorisë osmane, në rajon u krijuan shtete të reja. Termi lindja e mesme filloi të përdorej gjithnjë më shumë, edhe pse kufit e tij nuk u përcaktuan kurrë qartë. A përfshin Iranin, Turqinë, Afrikën e Veriut? Nëse pyet 10 persona, mund të marrësh 10 përgjigje të ndryshme. Kjo paqartësi vazhdon edhe sot. Me kalimin e kohës, kjo shprehje mori ngarkesa të tjera. U bë një shkurtim në mediat globale, shpesh i lidhur me konflikt, naftë, luftë apo paqëndrueshmëri. Megjithatë, territoret që përfshihen në këtë term shtrihen nga Mesdheu deri në Gjirin Persik, nga civilizimet e lashta persiane deri te zemrat arabe. Gjuhët, fetë dhe historitë ndryshojnë shumë.
Kritikët argumentojnë se ky emër e rrafshon këtë shumëllojshmëri në një blok të vetëm në hartë. E njëjta logjik që krijoi lindjen e mesme, solli edhe lindjen e afërt dhe lindjen e largët. Secili term vendoste Europën në qendër dhe përshkruante të tjerët sipas distancës nga ajo. Nuk do dëgjoje kurrë dikon në Londër të thotë se po udhton në perëndimin e mesëm, kur fluturon drejt perëndimit të Europës. Ironia qëndron pikërisht në këtë përmbysje. Fakti që lindja e mesme tingëllon kaq normale tregon sa thellë është rrënjosur kjo gjuhë. Në qarqet akademike dhe politike, ndonjëherë përdoren alternativa si Azia Perëndimore ose Afrika e Veriut. Këto terma përshkruajnë gjeografinë, pa vendosur Europën në qendër të rrëfimit. Ato përpiqen të ndryshojnë perspektivën. Megjithatë, lindja e mesme mbetet dominuese. Termi është ngullitur në diplomaci, gazetari dhe diskursin publik. Ndryshimi i tij do të kërkonte më shumë se sa thjesht një emër të ri, do të nënkuptonte të vihej në pikpyetje kush ka të drejtën të emërtojë rajonet e botës. Prandaj, herën tjetër që ta shohësh këtë shprehje, mbaje mend, nuk është një drejtim natyror si veriu apo jugu, është produkt i historisë, i lindur nga perandoria dhe strategjia. Mes ekziston vetëm nëse Europa është pika jote e nisjes. Dhe ky detaj vogël ndryshon mënyrën se si duket harta. Në thelb, lindja e mesme nuk është një drejtim si veriu apo jugu, është një pasqyrë e mënyrës se si dikush tjetër e ka parë botën dhe mënyrës se si ajo pamje ka mbetur edhe kur vetë bota ka ndryshuar. Lindja e mesme mbetet rrënjosur në institucionet e politikës së jashtme të SBA-s dhe Britanisë, në think tanket e sigurisë të lidhura me NATO-n dhe në media tradicionale perëndimore, institucionet që krijuan këtë term në raport me Europën dhe vazhdojnë të formësojnë narrativat globale nga një këndvështrim perëndimor. Por kjo nuk vlen për vendet e kësaj gjeografie. Termi Azia Perëndimore po zëvendëson gjithnjë më shumë lindjen e mesme në kontekstet gjeostrategjike. Me këtë ritëm, mes pasojave të njëpasnjëshme të luftës, Izraeli mund të mbetet së shpejti vendi i fundit, ndoshta i vetmi që mbetet brenda lindjes së mesme. Nga Teherani në Riyadh e deri në Kairo, pjesa tjetër e rajonit mund të zhvendoset gradualisht drejt Azisë Perëndimore, duke lënë termin e vjetër eurocentrik si një hapësirë strategjike gjithnjë më të kufizuar rreth një shteti të vetëm. Termi Azia Perëndimore po zëvendëson gjithnjë më shumë lindjen e mesme në kontekste që japin përparësi saktësisë gjeografike, perspektivave dekoloniale dhe ndërgjegjësimit për pabarazitë e pushtetit. Ai përdoret rregullisht në agjencinë ndërkombëtare zhvillimi, në organizata rajonale si Federata e Futbollit të Azisë Perëndimore, në studime kritike dhe në gjuhën diplomatike të fuqive me orientim shumë palësh si India. Në të kundërtën, lindja e mesme mbetet të rrënjosur në institucionet e politikës së jashtme të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, në think tanket e sigurisë të lidhura me NATO-n dhe në media tradicionale perëndimore si The New York Times dhe BBC, institucionet që krijuan këtë term në raport me Europën dhe vazhdojnë të formosojnë narrativat globale nga një këndvështrim perëndimor. Kjo do të thotë se lindja e mesme vazhdon të përdoret aty ku vazhdon edhe korniza eurocentrike fillestare, ndërsa Azia Perëndimore po fiton terren aty ku kjo dominancë po zbehet, përfshir raportimin dhe diplomacinë rreth luftës së vazhdueshme SBA-Izrael kundër Iranit. Irani ka qenë një nga motorët kryesor të këtij ndryshimi. Për dekada, Republika Islamike ka përdorur në mënyrë sistematike termin Garbe Asia apo Azia Perëndimore në diplomacinë zyrtare, doktrinën ushtarake dhe media shtetërore, jo vetëm si përshkrim gjeografik, por si ndërhyrje strategjike. Heqja dorë nga termi lindja e mesme delegjitimon trashëgimin imperialiste anglo-amerikane të përfshirë në këtë term dhe e ripozicionon Iranin si një fuqi qendrore vendase në një hapësirë të përcaktuar nga gjeografia aziatike dhe rezistenca antikoloniale. Në diskursin e të ashtu quajturit boshti rezistencës, Azia Perëndimore refuzon në mënyrë gjuhësore kornizën e Centcomit amerikan, që paraqet rajonin si një hapësirë nën menaxhimin e SBA-s, duke riformuluar konfliktin si një luftë rajonale çlirimtare. Lufta aktuale kundër Iranit është bërë
Pjesërisht një garë për autoritetin hartografik, Izraeli dhe Shobaja mbrojnë lindjen e mesme si një hapësirë që ata e kontrollojnë, ndërsa Irani dhe rrjetet e tij alate promovojnë Azinë perëndimore si kornizën gjeografike të një rendi pas-amerikan. Me këtë ritëm, mes pasojave të njëpasnjëshme të luftës, Izraeli mund të mbetet së shpejti vendi i fundit, ndoshta i vetmi që mbetet brenda lindjes së mesme. Nga Teherani në Riyadh e deri në Kairo, pjesa tjetër e rajonit mund të zhvendoset gradualisht drejt Azisë perëndimore, duke lënë termin e vjetër eurocentrik si një hapësirë strategjike gjithnjë më të kufizuar rreth një shteti të vetëm. India e komplikon këtë panoramë. New Delhi ka përdorur prej kohësh termin Azia perëndimore në diplomaci dhe akademi, kryesisht për të refuzuar eurocentrizmin, por përdorimi i saj udhëhiqet më shumë nga pragmatizmi shumëpalësh sesa nga një ideologji e pastër dekoloniale. Edhe gjatë luftës aktuale, që ka prishur rrugët energjetike përmes ngushticës së Hormuzit, ka vënë në presion remitencat nga Gjiri dhe ka detyruar Indin të balancojë presione të ndryshme. New Delhi vazhdon të përdor Azinë perëndimore ndërsa njëkohësisht thellon lidhjet me Izraelin, ruan marrëdhëniet forta ekonomike me vendet e Gjirit dhe avancon projekte lidhjeje me Iranin, si porti i Çabaharit. Ky balancim tregon se ndryshimi i terminologjisë nxitet jo vetëm nga rezistenca ideologjike, por edhe nga fuqitë në rritje që kërkojnë autonomi strategjike në një botë shumë polare. Kina e përforcon këtë dinamik me peshën e saj ekonomike. Kartografia zyrtare kineze ka preferuar prej kohësh termin Shia apo Azia perëndimore në preferencë që është reflektuar edhe në nismën Brezi dhe Rruga. Banka shtetërore kineze dhe kontraktorët e përdorin këtë term në financime, duke bërë atë gjithnjë më të domosdoshme për vendet që kërkojnë investime alternative. Afrimi diplomatik i vitit 2023 midis Arabisë Saudite dhe Iranit, i ndërmjetësuar nga Pekini, e forcoi më tej këtë ndryshim. Negociatat u zhvilluan brenda një kornize aziatike perëndimore, të ndërmjetësuara nga një fuqi që nuk ka lidhje me kartografinë koloniale britanike. Megjithatë, ky riorganizim gjuhësor nuk është pa probleme. Edhe pse Azia perëndimore përfiton terren në qarqet akademike dhe zhvillimore, përdorimi i saj mbetet i pabarabartë, veçanërisht brenda vet rajonit, ku termi arab al-Sharq al-Aswad apo lindja e mesme vazhdon të dominojnë në media dhe diskurs publik. Për më tepër, në financa, siguri dhe qeverisje globale, mbizotron ende korniza MENA, lindja e mesme dhe Afrike e Veriut, e cila, pavarësisht mangësive, pasqyron më mirë lidhet e thella mes Afrikës Veriore dhe pjesës aziatike përmes tregtisë, migrimit dhe institucioneve rajonale. Përdorimi vetëm i Azisë perëndimore përjashton teknikisht vende si Egjipti, Libia, Tunizia, Algjeria dhe Maroku, vende afrikane por të lidhura ngushtë me rajonin. Pra, ndërsa Azia perëndimore zgjidh problemin e eurocentrizmit, ajo krijon një tjetër, ndan botën arabe në mënyrë që nuk reflekton realitetin funksional të saj. Në fund, debati mbi terminologjinë varet nga balanca mes dobisë, historisë dhe realitetit në terren, jo nga një fitore e pastër ideologjike. Lindja e mesme u krijua si një përshkrim strategjik në fillim të shekullit 20 dhe mbijetoi sepse përfshinte realitetet të përbashkëta funksionale, tregje energjie, rrugë tregtare, institucione dhe rrjete sociale. Azia perëndimore ofron më shumë saktësi gjeografike dhe shmang eurocentrizmin, por kufizohet kur aplikohet në mënyrë të ngurtë. Megjithatë, sot ajo mbështetet nga fuqia strategjike e Iranit dhe pesha ekonomike e Kinës, duke i dhënë një ndikim që më parë nuk e kishte. Gjithsesi, gjuha ndryshon më shpejt se realitetet. Rajonet formohen nga faktorë më të thellë si energjia, demografia dhe siguria. Prandaj, edhe pse termat mund të ndryshojnë, mënyra se si funksionon rajoni nuk ndryshon aq shpejt. Lindja e mesme mund të tkurret në disa diskurse, por realitetet praktike dhe identitetet e jetuara do të vazhdojnë të jenë më të forta se çdo term i vetëm. Më shumë se një shekull më vonë, lindja e mesme apo ndryshe Azia perëndimore vazhdon të ndjej pasojat e marrëveshjes sekrete anglo-franceze e njohur si Sykes-Picot të vizatimit kufive dhe instalimit regjimeve. Kur Perandria Osmane numëronte ditët e saj të fundit, Britania shfryzoi pakënaqësitë të arabëve me shtetin Osman dhe i nxiti arabët në ato që njihet si revolta arabe, duke u premtuar një shtet të fuqishëm për gjithë popullin arab. Pas suksesit dhe mposhtjes së Osmanëve, Britania dhe Franca në mënyrë sekrete ndanë territoret e lindjes së mesme mes vete, duke trajtuar premtimin e dhënë Sherif Huseinit. Pasoi krimi i entiteteve, vizatimi kufive dhe instalimi i regjimeve, që atëherë rajoni
kur nuk ka gjetur qetësinë. Kufit e lindjes së mesme u vizatuan gjatë luftës së parë botërore nga një britanik, Mark Sykes, dhe një francez, François Picot. Lapsat e dy diplomatëve ndan hartën e një prej rajoneve më të paqëndrueshme në botë, në shtete që përshkonin komunitete etnike dhe fetare. Më vonë e quajtur marrëveshja Sykes-Picot. Kjo marrëveshje sekrete u nënshkrua nga Parisi dhe Londra më 16 maj 1916 për të bërë baza mbi të cilën u formosua rajoni i Levantit për vitet që do të vinë. Një shekull më pas, lindja e mesme vazhdon të mbajë pasojat e kësaj marrëveshjeje dhe shumë arab në gjithë rajonin vazhdojnë të fajsojnë dhunën pasuese në lindjen e mesme, nga pushtimi i Palestinës deri te ngritja e ISIS-it mbi marrëveshjen Sykes-Picot. Perandoria osmane, në dekadat e fundit para rënies së saj, humbi kontrollin mbi shumë nga territoret e saj ndaj fuqive koloniale në rritje. Franca mori kontrollin në Algjerisë dhe Tunisisë, Italia mori Libin, ndërsa Britania fitoi kontrollin mbi protektoratin e Adenit, Omanin, Principatat e Gjirit Arab dhe Kuvajtin. Nga ana tjetër, Muhammed Ali Pasha, një udhëheqës i fuqishëm osman, sundonte Egjiptin në mënyrë të njëanshme dhe bitë e tij e pasuan atë, derisa vendi ra nën kontrollin britanik në vitin 1882. Sudani ra nën kontrollin britanik në vitin 1899. Ndërkohë, sipas historianit irakian Sajar Al-Jamil, bastionet osmane në Levant dhe Irak gjatë viteve të fundit perandorisë përfshinin provincat e Damaskut, Alepos, Rakas, Basrës dhe Bagdadit. Kur shpërtheu lufta e parë botërore në korrik 1914, perandoria osmane e dobësuar bëri aleancë me Gjermaninë dhe perandorinë austro-hungareze për të përballur me Britaninë dhe Francën. Në atë moment, regjimet politike dhe hartat e rajonit filluan të transformoheshin. Gjatë luftës së parë botërore, ministritë e jashtme të Francës, Rusisë, Britanisë dhe Italisë caktuan një grup diplomatësh për zhvilluar bisedime që do të përcaktonin pjesën e secilit vend nga trashëgimia e perandorisë osmane, e cila në atë kohë quhej Njeriu i Sëmur. Midis nëntorit 1915 dhe majit 1916, negociatat sekrete dhe memorandumet mirëkuptimi u shkëmbyen ndërmjet ministrive të jashtme të këtyre vendeve, kryesisht përfaqësuara nga Sykes i Britanisë dhe Picot i Francës. Britania ishte pala më e fuqishme ndër këto vende. Ajo ishte në të njëjtën kohë në kontakt me emirin dhe sherifin e Mekës, Hussein bin Ali, i cili po planifikonte një revolucion që synonte krimin e një mbretërie arabe në rajon. Më 16 maj 1916, një marrëveshje u nënshkrua në fshehtësi midis Sykes dhe Picot dhe u miratua nga ministri i jashtëm rus Sergej Sazonov. Marrëveshja parashikonte krimin e 5 entiteteve në Levant. Entiteti i parë shtrihe nga Bagdadi në jug, duke përfshirë Kuvajtin dhe arrinte deri në bregun e Gjirit. Ky entitet ishte nën kontroll të drejtë për drejtë britanik. Entiteti i dytë përfshinte atë që sot është Iraku Verior, Jordania dhe shkretëtira e Negevit, duke arritur deri në Sinai. Kjo pjesë ishte nën ndikim britanik. Entiteti i tretë përfshinte një zonë bregdetare që shtrihej nga Libani jugor drejt Veriut deri në provincat e Mersinit, Iskenderunit dhe Adanës dhe depërtonte në brendësitë e Anadolit. Ky ishte nën kontroll të drejtë për drejtë francez. Entiteti i katërt përfshinte shkretëtirën siriane dhe ishte nën ndikim francez. Entiteti i pestë përfshinte Sanxhakun Osman të Jerusalemit, që ishte pjesa veriore e Palestinës historike. Kjo ishte një zonë ndërkombëtare për shkak të rëndësisë fetare, megjithse Britania mori kontrollin e Akres dhe Haifës. Se përket Rusisë, marrëveshja parashikonte që cari rus do të mbante Stambollin, territoret pranë Bosforit dhe 4 provinca në Anadolin lindor. Greqisë ju dha kontrollin mbi brigjet perëndimore të Turqisë, ndërsa Italisë jugperëndimi i Turqisë. Kur Car Nikola II rrësua në një revolucion popullor në vitin 1917, bolshevikët komunist, të udhëhequr nga Vladimir Lenini, gjetën një kopje të marrëveshjes Sykes-Picot në arkivat qeveritare. Kolegu i Leninit, Leon Trotski, publikoi një kopje të marrëveshjes në gazetën Izvestia më 24 nëntor 1917 për të ekspozuar planet e fuqive të mëdha për të trashëguar perandorinë osmane pas luftës. Lenini e quajti traktatin Marrëveshja Hajdutëve kolonial. Zbulimi shkaktoi një skandal politik për Britaninë dhe Francën.
Britania gjatë negociatave me sherifin e Mekës, Hussein bin Ali, mori përgjegjësim për krimin e një adheu kombëtar për popullin hebre në Palestinë. Kjo erdhi në një letër të 2 nëntorit 1917 nga ministri i jashtëm britanik Arthur Balfour, drejtuar Baron Walter Rothschild. Ky angazhim u konfirmua në vitin 1920, kur Herbert Samuel u bë komisioneri i parë i lartë britanik në Palestinë dhe mandati britanik u formalizua nga lidhja e kombeve. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, shpërthyen për plasjen në Gadishullin Arabik, ku rajonet jugore dhe lindore ishin në mbrojtjen britanike midis dy aleatëve të Britanisë, emirit të Nejdit, Abdulaziz Al Saud, dhe mbretit të Hijazit, Sherif Hussein. Betejat përfunduan kur Al Saudi mori kontrollin e rajoneve që ishin në ndikimin e emirit Ali, djalit të madh Sherif Husseinit, në Hijaz, në Medinë, Jambu dhe Xheda. Kështu themeluan mbretëria Arabi Saudite në vitin 1932. Në fund luftës së parë botërore, marrëveshja Sykes-Picot u zëvendësua nga marrëveshja San Remos dhe politiket e mandateve të aplikuara në vendet arabe të krijuara në Mashrik. Nga marrëveshja Sykes-Picot nuk mbeti asgjë pra përveç përcaktimit fitestar të kufive të Libanit, Irakut, Transjordanisë dhe Palestinës. Kolonizimi britaniko-francez mbeti në vendet e Mashrikit përveç rajoneve të Yemenit, Arabisë Saudite dhe Transjordanisë deri në fillimin e luftës së dytë botërore në vitin 1939. Pas rënies së perandorisë osmane dhe pushtimit Palestinës dhe Irakut nga Britania hoqi dorë nga ideja e ndarjes së territoreve osmane, siç ishte parashikuar fillimisht në marrëveshjen Sykes-Picot. Në vend të kësaj, ajo fokusua në sistemin e mandateve të miratuar në konferencën e San Remos, e mbajtur në Francë më 26 prill 1920, që synonte ta përcaktonte fatin e provincave arabe të pushtuara. Historiani i njohur libanez Kamal Salibi besonte se konsideratat kryesore në atë kohë kishin të bënin me naftën dhe rrugët e transportit. Britanikët u përballën me shumë vështirësi gjatë luftës në përpjekje për të pushtuar Irakun. Shpërthimi i luftës kishte dëshmuar rëndësinë strategjike të naftës. Në atë kohë, Britania kontrollonte burimet e naftës në Iran. Shqetësimi kryesor ishte të pengohej Gjermania, një kontribuese kryesore në kompaninë turke të naftës, të arrinte në fushat e naftës që dihej se ekzistonin në rajonin e Kirkukut në Irak. Midis viteve 1915 dhe 1916, Ahmed Xhemal Pasha, udhëheci i fundit ushtarak osman, dha dënime të ashpra ndaj intelektualëve nacionalist arab nga Levanti. Si rezultat, mbështetësit e nacionalizmit arab kërkuan pavarësi të plot nga perandoria osmane. Kjo përkoi me deklaratën e Sherifit të Mekës, më 1 qershor 1916, për të ngritur kundër perandorisë. Hussein bin Ali shpalli se synonte të krijonte një shtet arab që do të shtrihej nga Aleppo në Siri deri në Aden në jug, siç përmendte në korrespondencën e tij me komisionerin britanik në Egjipt, Sir Henry McMahon. Megjithatë, kjo nuk përputej me interesat koloniale të aleatëve të tij të përcaktuara në konferencën e San Remos. Ndërsa britanikët përpiqeshin të dëbonin ushtrinë osmane nga Levanti, forcat arabe të udhëhequra nga Sherif Faisali, djali i tretë dhe më i popularizuar i Sherif Husseinit, mbronte krahun e djathtë të Britanisë. Sherif Faisali hyri në Damask më 1 tetor 1918 dhe themeloi një qeveri arabe në sundimin e babait të tij, në përpjekje për të imponuar këtë realitet të ri ndaj Britanisë dhe Francës. Francezët, të cilët kishin pushtuar tashmë Beirutin, pretenduan se dëshironin të arrinin një marrëveshje me Sherif Faisalin. Ata u drejtuan drejt Damaskut dhe mundën ushtrinë e tij në Majsalun, pranë Damaskut, më 24 qershor 1920. Si kompensim, britanikët krijuan një mbretëri të re arabe për Sherif Faisalin në provincat e vjetra osmane në Irak, të cilat ushtria britanike kishte pushtuar që në vitin 1915 dhe i kishte marrë plotësisht në vitin 1917. Këto provinca më vonë u bashkuan në atë që u bë e njohur si Mbretëria e Irakut. Ndërkohë, Franca hoqi dorë nga pretendimet mbi provincën e Mosulit në këmbim të një pjese më të madhe në kompaninë turke të naftës. Kjo kompani u konfiskua nga aleatët dhe u riformua me emrin Kompania e Naftës e Irakut. Në vitin 1920, francezët aneksuan disa pjesë provincave osmane, që më parë ishin bashkangjitur Beirutit dhe Damaskut, në mutasarrifatin e vjetër të malit të Libanit për të krijuar shtetin e Libanit me kufit që ka sot. Më pas, francezët filluan të trajtonin pjesën tjetër të rajonit nën mandatin e tyre.
të cilin e quajtën Mashrik. Përveç Libanit, ata krijuan edhe 4 shtete të tjera, 2 shtete rajonale, shtetin e Alepos dhe shtetin e Damaskut, dhe 2 shtetet bazuara në përkatësi sektare, shtetin Alevit dhe shtetin e Jabal el Druz. Në presionin kombëtar, francezët bashkuan shtetet e Alepos dhe Damaskut në vitin 1932 nën shtetin e Siris, i cili më vonë u bë i njohur si Republika Siriane. Më pas, ati u bashkuan edhe shteti Jabal el Druz dhe shteti Alevit. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, shpërthyen përplasjen në Gadishullin Arabik, ku rajonet jugore dhe lindore ishin në mbrojtjen britanike midis 2 aleatëve të Britanisë, emirit të Nejdit Abdulaziz Al Saud dhe mbretit të Hijazit Sherif Hussein. Betejat përfunduan kur Al Saud mori kontrollin e rajoneve që ishin në ndikimin e emirit Ali, djalit të madh të trashëgimtarit të Sherif Husseinit në Hijaz, në Medinë, Jambu dhe Gjeta. Ky i fundit u mund në vitin 1925 dhe u largua drejt Indijës. Mbretëria e Arabisë Saudite u themelua në vitin 1932. Ndërkohë, Palestina kishte qenë në sundimin e generalit britanik Edmund Allenby, që nga hyrja e tij në Jerusalem në vitin 1917. Kufiri i saj lindor me Emiratin e Transjordanisë ishte kufiri që ardheu kombëtar i premtuar për hebrejt sipas deklaratës së Balfurit nuk duhet ta kalonte. Në fund të luftës së parë botërore, marrëveshja Sykes-Picot u zëvendësua nga marrëveshja San Remos dhe politikat e mandateve të aplikuara në vendet arabe krijuara në Mashrik. Nga marrëveshja Sykes-Picot nuk mbeti asgjë përveç përcaktimit fillestar të kufive të Libanit, Irakut, Transjordanisë dhe Palestinës. Në vitin 1939, Turqia mori provincën siriane të Iskenderunit në bashkëpunim me autoritetet franceze të mandatit. Kolonizimi britaniko-francez mbeti në vendet e Mashrikit përveç rajoneve të Jemenit, Arabisë Saudite dhe Transjordanisë deri në fillimin e luftës së dytë botërore në vitin 1939. Egjipti dhe Iraku nënshkruan marrëveshje me Britaninë që në praktik i penguan në fitoren e pavarësisë, ndërsa monarkitë urzuan përkatësisht në vitin 1952 dhe 1958. Gjatë luftës, qeveria franceze premtoi pavarësi për vendet nën mandatin e saj, ndërsa zërat e klasës politike vendase që kërkonin pavarësi bëheshin gjithnjë më të fortë. Siria dhe Libani fituan pavarësi në vitin 1943, 2 vite para përfundimit të luftës së dytë botërore. Në një ditë pranverët vitit 1948, Britania i dha fund mandatit të saj në Palestinë. Disa orë më vonë, udhëheqja hebreje e drejtuar nga David Ben Gurion shpalli krijimin e një shteti hebre, që do të njihej si shteti i Izraelit. Britanikët, para dhe gjatë luftës, kishin nxitur migrimin e hebrejve europian drejt Palestinës, duke hapur rrugën për krijimin e këtij shteti të ri. Roli ndërkombëtar i Britanisë dhe Francës filloi të zbehej pas krizës së Suezit në vitin 1956. Në vitet 1960 dhe 1970, Britania filloi të tërhiqej nga Gadishulli Arabik, u tërhoq nga Kuvajti në vitin 1965, nga Protektorati i Adenit në vitin 1967, nga Muskati dhe Omani në vitin 1970 dhe nga Katari, Emiratet dhe Bahreini në vitin 1971. Që atëherë, kufit e vendeve arabe pothuajse nuk kanë ndryshuar, përveç bashkimit të Jemenit Verior dhe Jugor në vitin 1990. Marrëveshja Oslos në vitin 1993 midis palestinezëve dhe izraelitëve solli vetëm një vetëqeverisje të kufizuar palestineze në territoret e ndara gjeografikisht të bregut perëndimor dhe rripit të Gazës. Ngërshi në botën arabe filloi të shpërbëhej në fillim të këtij shekulli, pas pushtimit amerikan të Irakut në vitin 2003 dhe shpërthimit të revolucionit sirian në vitin 2011 kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad, 2 ngjarje që krijuan terrenin për shfaqjen e ISIS-it në vitin 2014. Në qershor 2014, ISIS-i hoqi post blloqet kufitare midis Irakut dhe Sirisë, si pjesë e planit të shpallur të grupit për të rikthyer kalifatin islam mbi rrënojat e kufirit të Sykes-Picot. Ishte kjo të ratë ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.